Nëse njerëz mundon me majtë shkumën, maja e ti, manë me shkumën, pa e diku vetë ju shkuma shkon. Apo vetë ju shkuma shkon. Vetë ju shkuma të rritë, heq. Prandaj e manë të kotën badihava, vëllai, i shërbën badihava. Aja komu të rritë. Sa ka pas një sinqerte, sa ka pas përkushtum për sistemin e kalum, apo të komunizmit, sa kanë hjek, shkum kanë majtë, kanë majtë shkum, e ka shkuaj e shkum, da ju ka metë, halash i ke farë shkum, e majnë dikun, pa kam ju shkuaj aty, të s'ka, së në manë, se do hala e majnë, do e majnë hala në dolap, më shef e majnë kanë natën e nëzirën, të lëpë në për vaktin që në konë, e ka në të vaktin e Jugoslavisa, atë vakt kërën konë, normal se, thot, 2 herë në deti në shkua, a i me qëtë e matë me rëzitje, se matë me gjamije e me agjerim, e hala që e kështë ka metë, drejtar kërë kone, kërë i ka nejtë gati punëtorte, hala atë vakt e mon men, të ati zëmanit, ka shkua e shkua, ka shkua e shkua, ka shkua. Ata që kanë bo beqi këtu e zanë, s'ka më thirë mo, kanë shkua ata, e zanë i ka metë, edhe ata që qashtu sot përbojnë beqi shami s'ka, këna mi thonë, keni me shkua shamia ka me metë, se u metë, e ata që thonë që këna me nalë këtë namaz e këtë gjami ju themi, valla veç keni më lodhë, veç keni më lodhë se gjamia ka me metë, namazë ka me metë, ju keni me shku, bashkë na me juve, po ndryshe të Allahu na, ndryshe të Allahu ju apëtën. Mirë po, ka metë përdesia, ka metë logarithenja, kja kësaj që ka i bënë, se vitet shkojnë, sistemet shkojnë, bijnë punë, rohën, ama mbetet përdesia për Allah Gjallera, qka kemi thënë Allah të barë këtë ala? I shod dhe po me ka njere, këni pane për në rrasë Shqipni, njeri ka erzën minarën e gjamisë, me shkelma, mësare, shotëm, s'pa, këba kja u dekë, nëse suspendu të ka Allah Gjellera, pano ka me dëshmi, së di kush aja, se ka shumë që ju, po një që e kumë po, nëse suspendu, s'di kush aja, ti menan kështë të thush, subhanallah, pano nëse u dekë, e ka me dëshmi, aje vidë e ti, apo me gjenerata, aje ka im shën shkellëm gjamisë e karzohet, qa ke bo më rëllapë? E kena bo edhe ma të mirë rëllapë, e kena bo edhe ma shumë, po ti që bënë ma të kumë të Allah kur dhe lapëm. Me ato kumë që i ka ra minarave, me ato kumë që i ka shkelë gjamit, ti Allah që ka kemi thonë, se na gjamit e kene reqe petë, na petë i kena qelë, ma të mlaja, ma të bukra, ma të pasre e kena bo, na po ecëm, ma ti me ato kumë, ti me adorë që i kene shku dekret, mi unalë muslimanve të drejtat e tyne, ti që ka i të shë Allah Gjallahu Ala, so na ecëm, e pun shkanë, dora jote, dora em kanë me ecë, ama ti që ke qitë dekret, që i të shë Allah Gjallahu Ala, a i dëshmijet, ti des, ti shkanë, jetë dëshmi, e një shtypje, një padrejtësie që dikush e ka bu me qitë letër me emën e mbi emën të vetë, Allah në rujtë. Allah në rujtë nga dështimet e tilla edhe nga ngarkesët e tilla që kanë mi pasin të gjykimit. Ti dikon do me shtyp, ti dikon do me ullë, ti dënë, ti menan. Amma ti dikush e të vendosë, Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. E Allahu Gjellewala është ai që triumfon gjithmonë, ai fiton. Që ta edhe kur krejt njerëzit vdesin, krejt shkatrohen ditë në gjykimit, madje shkatrohet edhe meleku i surit, edhe meleku i dekës, krejt kur gjusjet. Allahu Gjellewala sikur se thotë surën Ghafir, limenil mulku l'jawm. Sot pushteti kujt është? Ku jeni sot ju që rëzojshit e nënshkruqit e bëj? Ku jeni atë? Limenil mulku l'jawm. S'ka përgjigje. Eshtje, se s'ka kush. Allahu Gjellewala përgjigjet lillahi l-wahid il-qahar. Krejt të Allahut janë që është i vetmi dhe ajmë poshtë të gjithë. Çka është të vërteta? Tjerët e manipulime dhe martrime. Në çto besojmë? Prandaj edhe duhet njerëzit me i kthy në të Allahut Gjellewala në besim, në moral, në sjellje, në edukat, mirëqenie, caktuar, që i ka sjellë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.